Nata kur gjithçka ndryshoi, filloi si e zakonshme. Në fshatin tim në jug të Shqipërisë, era e mbrëmjes sillte aromën e ullinjve dhe zërat e pulave që gdhihnin vonë. Ai vend kishte qenë gjithmonë i qetë, me ritmin e vet ngadalë. Një botë larg Amerikës ku ishte rritur nusja ime, Alisa. E solla me krenari, me një gëzim që më dukej se më përvëlonte gjoksin. E imagjinoja se si prindërit e mi do ta përqafonin, si do të bëni një familje të madhe, të bashkuar, të lumtur. Por lumturia nuk ishte shkruar aq thjesht. E mbaj mend shumë qartë ditën që mbërritëm. Nëna ime doli te porta, me duart ende të lagura nga pasta që po përgatiste në kuzhinë. Babai ishte pranë saj, i përkulur pak, me sytë e vegjël që përndritnin nga kurioziteti. Dy motrat e mia qëndronin më tutje, duke e parë me sy kritik vajzën që sapo hyri në obor. E kuptova menjëherë, diçka nuk u pëlqeu. Ndoshta flokët e saj të lëshuar në formë valësh, ndoshta mënyra si mbante trupin, e sigurt, e drejtë, moderne. Ose ndoshta fakti që buzëqeshi me një lloj frike. Mirë se erdhe në shtëpinë tonë, moj bi, i tha mamaja ime. Faleminderit shumë, zonje, Alisa e tha me një shipe të butë, të çuditshme, por të hijshme. Në atë moment më duk sikur gjithçka do shkonte mirë. Si fëmia e shtëpisë që kërkon miratimin e të rriturve, vështrova fytyrat e të gjithëve. Për të parë nëse pranuan në heshtje martesën time, zgjedhjen time, jetën time. Por që në darkën e parë ndjeva diçka të ftohtë, si një re holl që shtrihej mes nesh. Asnjë nuk e ofendoi. Askujt nuk ju rrëshit ndonjë fjalë e rëndë. Por ishte heshtja. Heshtja që flet më shumë se fjalët. Kur u ngjitëm në dhomën e miqve ku do flinim, Alisa ul në kreva dhe shikoi rreth e rrotull, si dikush që sapo hyn në një botë të panjohur. Këtu gjithçka është ndryshe, më tha me zë të ulët. Duhet vetëm pak kohë, i thash duke i mbajtur duar. Janë njerëz të mirë, vetëm kam mënyrat e tyre. Ajo buzëqeshi me zor. Nuk më tha asgjë tjetër. Por e pash qartë se sa shumë po përpiqej të ndiheshte pjesë e një shtëpie që nuk e kishte ndërtuar vetë. Ditët kaluan dhe tensioni me saj dhe familjes sime u trash si mjegulla e dimri. Nëna ime e ndiqte me sy kudo, sikur kërkonte gabime. Motrat e mia përpiqeshin të mos i flisnin, por edhe kur i flisnin, ishte diçka e thatë, e prerë. Babai thjesht qëndronte në heshtje dhe i vëzhgonte të gjithë. Në mbrëmjen e 8 ndodhi incidenti i parë. Motra e vogël, Aida, hyri në kuzhinë dhe pa Alisën duke përgatitur sallat me një thikë relativisht të madhe. Pse e mban thikën ashtu? I tha me dyshim. Këtu nuk e përdorim ashtu. Ishte një pyetje e parëndësishme për të bërë konflikt. Por toni ishte sfidues. Alisa u hutua, po thjesht e pres domaten, tha ajo me qetësi. Aida e rrotulloi syt. Po presësh domata apo po përgatitesh për ndonjë film horror të Amerikës, u bë një heshtje e rëndë. Unë isha pranë derës. Buzët e Alisës u drodhën, por ajo nuk foli. Në atë çast mu duk se diçka e vogël u kris mes nesh. Një qarje që me kalimin e ditëve do hapej gjithnjë më shumë. Natën e 12-të, Alisa erdhi tek unë e dridhur. Më duket sikur dikush flet për mua gjatë gjithë kohës. Sikur unë jam problemi këtu. E dashur, nuk është ashtu. Jo, është. Ndihem si e tepërt, si e huaj, si një vajzë që ka hyrë në një shtëpi ku nuk e duan. I vendosa duart në fytyrë dhe e putha në ballë. Ti e gruaja ime. Çfarëdo që të ndodh, unë jam me ty. Këto ishin fjalët e mia për atë natë. Kur ajo iku me vrap, duke bërtitur në errësirë, kuptova që fjalët e mia nuk mjaftuan. Nata fatale erdhi në mënyrën më të çuditshme të mundshme. Në dukje çdo gjë ishte normale. Kishe frymën e heshtur të një shtëpie shqiptare ku të gjithë rinë të përmbajtur, të mbyllur në botët e tyre. Por poshtë sipërfaqes një det i trazuar gërryen me ngulm. Alisa u ngrit disa herë nga krevati. Nuk mund të fle, më tha. Ndihem keq, ndjehem e rrezikuar. Je sigurt që nuk është thjesht stres? Ajo përplasi lehtë duart në kofsh. Kan 3 ditë që motrat e tua nuk më flasin fare. Nëna jote mi mbylli dritat kur isha në banjë. Pastaj tha se ishte aksident. Babai yt mu afrua sot në obor dhe më tha që kjo shtëpi ka rregullat e veta. Pa asnjë arsye, nuk ta tha keq, po pse ma tha? Çfarë rregullash kam thyer, nuk dija ç'të thosha, po e shihja që po shkërmoqej dhe ndihesha i pafuqishëm. Rreth orës 2 të mëngjesit, dritaret u tundën nga një erë fort. Ajo u ngrit përsëri. Nuk e di çfarë pa, çfarë mendoi, çfarë ndjeu, por sytë e saj u bën të mëdhenj, si të një njeriu që sheh diçka të tmerrshme. Nuk mund të rri më këtu, tha me një zë që nuk e kisha dëgjuar kurrë. Çfarë po thua? Alisa, prit, por ajo hapi derën me një shpejtësi të frikshme. Gezofin e holl e mori si për vetëm sa për të mbuluar supe, dhe vrapoi poshtë shkallëve.
e ndoqa I hutuar duke thirrur emrin e saj. Kur dola në obor, pash vetëm hijen e saj që largohej me vrap drejt rrugicës së fshatit. Dhe ajo bërtiste fort me një zë që përçante ajrin, një ulërim dhimbje e frike, çlirimi nuk e di. Nuk e kuptova kur atë natë, kështu filloi tragjedia. Ajo u zhduk në errësirë. Unë mbeta në mes të oborit si një burr që nuk e njeh më jetën e vet prindërit dhe motrat u zgjuan duke pyetur çfarë ndodhi. Por unë nuk kisha përgjigje. Vetëm një pyetje që më digjte. Pse iku? Çfarë ndihmoi? Çfarë terrorizoi? Nata kur Alisa u zhduk mbeti pezull në shtëpinë tonë si një mallkim. Askush nuk fliste, askush nuk merrte përgjegjësi. Askush nuk pranoi se kishte kontribuar në shkatërimin e saj. Unë isha I vetmi që vrapova pasaj, I vetmi që u përpoqa ta gjeja. Por edhe unë u gjenda përballë një errësire më të thellë se sa nata vet. Vrapova pasaj për disa minuta të gjata duke thirrur. Alisa, Alisa, të lutem. Kthehu, zëri mu dëgjua në përfshat, por ajo s'u kthye. Era më godiste fytyrën dhe llambat e rralla rrugore ndriçonin vetëm copa toke, duke e bërë kërkimin akoma më të vështirë. Dola deri te kryqëzimi I vjetër ku rruga ndahej. Njëra për te lumi, tjetra për te pylli. Atë çast më erdhi frika e madhe. Frika që Alisa mund të ishte hedhur në lum, ose mund të fshihej në pyll, ku askush nuk do ta gjente deri në mëngjes. Ula në gjunjë. Nuk po merja frym. Gjithë trupi mu drodh. Pastaj papritur I dëgjova hapat e vëllait tim të kushëririt, Arbenit, që vinte me pantofla I trembur për gjendjen time. Çfarë ndodhi? Më pyeti, ajo iku. Nuk e di pse iku. Nuk e di ku iku. Ai më pa për disa sekonda të gjata, si njeri që kupton më shumë se sa thot. E prisja, tha qetë. Të gjithë e prisnim, fjalët e tij më goditën si shuplak. Si e prisnit? Bërtita. Pse nuk më that, vëlla, ai uli kokën. E pam që nuk po përshtatej. Shtëpia është shumë ndryshe për të. Familja jote e shikon si të huaj. E përqafoi askush. Jo. Ja bën ditë të lehta. Jo. Nëna jote e shihte si rrezik. Motrat e tua si konkurrente. Babai si bar, nuk është e drejtë, pëshpërita, jo nuk është, më tha. Por kështu janë disa shtëpi. Dhe ju të dy erdhët papritur, shumë shpejt. Njerëzit këtu kanë paragjykime. Ajo vinte nga Amerika, këtu e shohin si diçka të frikshme, jo të admirueshme. Unë ngrita përsëri në këmbë. Duhet ta gjej, thash me një vendosmëri që më përvelonte mushkërit. Do të vi me ty, tha Arbeni. Gjatë orëve që pasuan kërkuam çdo rrugë, çdo qoshe të fshatit, çdo obor që kishte qenë që lehen. Trokitëm te shtëpia e Axhës, te Gjaja, te lagja e poshtme. Askush nuk e kishte parë. Rreth orës 4 të mëngjesit, kur qielli filloi të marrë një ngjyrë blu të zbetë, u ktheva në shtëpi për pak. E gjeta mamin time duke bërë çaj, si gjithmonë kur tensioni ishte I lartë. Ku është ajo vajza? Më pyeti me një ton të thellë. Çfarë I more? Nuk I mora asgjë. Isha duke fjetur kur iku, atë thash unë. Tha, nuk është e zonës tonë. Këto vajzat e huaja kanë shumë emocione, shumë tektuk, e pash drejt në sy. Nëna, mos e thuaj këtë më. Ti e pesa shumë u përpoq. Qeshi me ironi. As sot nuk erdhi të më ndihmonte në kuzhinë. As nuk di të punoj si duhet. Mbase në Amerikë këto s'kan zakone. Ajo vazhdoi të fliste, por zëri I saj humbi në kokën time. Syt më ishin skuqur nga pagjumësia, ndërsa gjaku më vlonte nga ankthi. Në mëngjes, policia e fshatit u informua. Nuk ishte një zonë e madhe, kështu që patrulla e vetme filloi të kontrollonte pllajat dhe rrugët anësore. Më dhan shpresë se do ta gjenin përpara drekës. Por kur doli dielli, e kuptova se historia do ishte shumë më komplikuar. Një fqinje shpresa erdhi te porta dhe I tha mamit. E pash djalin tënd duke rendur mbrëm. Ajo vajza duke e friksuar. Mos u grindet, jo, tha mamaja ime. Ajo është shumë e labilizuar. Ne jemi në rregull, shpresa tunte kokën në mënyrë të sikletshme. Po kam dëgjuar që motrat e tua, ajo më pa mua dhe pushoi. Çfarë ka motrat? Pyeta, jo asgjë, veç fjalë. Ka goj populli. Thonë që nuk e donin. Thonë se e trajtonin si shërbëtore, jo si nuse. Mua mu ersuan syt. Kush e thot këtë? Të gjithë, tha shpresa. E sheh veten në pasqyrë. Nuk ka gjë që mbetet e fshehtë në këtë fshat. Dhe pikërisht në atë moment, baba im, ai njeri që gjithmonë ishte I qetë, I butë, I matur, tha fjalë që më ndan për herë të parë nga familja ime. Djalë, duhet ta pranojmë. Ndoshta ajo vajzë nuk është për jetën tonë. Këto fjalë më ranë në shpirt si një thik. A e kupton që flasim për gruan time? I thash.
Për njeriun që kam dashur dhe kam sjell deri këtu, po ne nuk të tham të sillje një njeri që nuk ron dot këtu, tha babai. Nuk të tham të na sjellje probleme, isha gati të shpërtheja. Problemet vlen më shumë se krenaria juaj, jo, më tha. Familja vlen më shumë, më humbi durimi. Eca mbrapsht me sytë të mbushur. Atëherë familja jote e ka humbur mua, dhe dola nga shtëpia pa kthyer kokën. Unë dhe Arbeni vazhduam kërkimin për orë të tëra. U futëm në pyll. Thirrëm. Shikuam për gjurmë. Unë gjitëm të shkëmbi i lartë ku fëmijët e fshatit dilnin për piknik. Asgjë. Diku rreth mesditës, kur shpresa ime ishte të kurrur në një fije, ndodhi diçka e çuditshme. Një vajzë e vogël, rreth 10 vjeçe, me flok kaçurela bjonde, po luante në buzë të rrugës. Kur më pa që rendja i lodhur, më ngriti dorën, zotëri. Zotëri. Më thirri. A jeni duke kërkuar një zonjë, u afrua pas meja Arbeni. Unë u përkula drejt vajzës, po, jam. E ke par, ajo mu afrua shumë pranë dhe përshpëriti. Po e pash mbrëm. Ishte duke qarë. Iku drejt rrugës së vjetër nga ana e stallave të braktisura. E ndjeva zemrën të mudrothte. Je sigurt po. Ajo vajza duke i shumë e frikësuar. Po thoshte më fal ngriva në vend. Arbeni më preku në sup, hajde, tha. Nuk kemi kohë. Ne u nisëm me vrap drejt asaj rruge. 6 kilometra larg fshatit ton. Kishte një stallë të braktisur që dikur përdore nga bujqit. Tani askush nuk shkonte atje përveç ndonjë të humburi. Deri dje askush nuk mendonte për të. Kur arritëm te godina e vjetër prej guri, dera ishte hapur lehtë. Unë bëra hapin e parë brenda. Era e mykut më mbushi hundët, por zemra më rrihte aq fort sa mu duk se e dëgjonin edhe muret. Dhe pastaj e pash diçka në dysheme. Një shalli i saj, u ula në gjunjë. Syt më mbushën me lot. Ajo ka qenë këtu, përshpërita. Por ajo vetë nuk ishte më aty. Aty fillon pjesa tjetër e misterit, iku nga shtëpia, iku nga stalla, ku shkoi me ku takua, pse po ikte sikur diçka e ndiqte. Dhe mbi të gjitha, kush e shtyu drejt asaj nate të tmerrshme? Pasi gjeta shallin e Alisës në dysheme, më pushtoi një heshtje e rëndë. Ai cop materiali i butë që dikur ajo e mbante të mbledhur rreth qafës me aq delikatesë. Tani ishte bërë një dëshmi e ftohtë, një gjurmë frikës dhe ikjes së saj. E mbaja në duar dhe çdo fije pëlhure duke si një thirrje e mbytur për ndihmë. Arbeni vështroi përreth. Nuk duket të ketë pasur dik tjetër këtu, tha ai. Nuk ka gjurmë të freskëta, as këpucë, as duar, as rër të lëvizur. Vetëm ky shall, por unë nuk isha i sigurt. Në mur, sytë e mi rambi një gërvishtje të vogël, sikur dikush të ishte mbështetur aty për të ngritur ose të kishte rëshitur. Nuk ishte e freskët, por as e vjetër. Diçka nuk shkonte. Ajo ka qenë e trembur, përshpërita. Ka vrapuar. Ka qarë. Dhe nuk ka fjetur këtu. Pra është nisur diku tjetër, po ku? Pyeti Arbeni dhe pikërisht aty një fije mendimi më lindi në kokë. Ajo nuk e njihte zonën. Nuk mund të ecte në përmale apo fusha pa humbur. Ajo do të ndiqte diçka të njohur, ose do të ndiqte dritat. Arbeni ngriti vetullat. Dritat, po. Rruga e vjetër të çon drejt qytetit. Ka drita rrugore, dyqane, stacione autobusi. Nëse donte të largohej nga ne, nga shtëpia, nga gjithçka, atëherë patjetër do shkonte drejt qytetit. Vendosëm të zbresim poshtë rrugës së vjetër. Ndërsa ecte pranë meje, Arbeni tha: "Të them diçka që nuk të pëlqen, s'më pëlqen prej fillimit." Ja ktheva. Ajo iku nga paniku, po. Por paniku nuk lind vetë. Alisa duhet të ketë përjetuar diçka aty brenda në shtëpi që e çoi në atë gjendje. U ktheva nga ai, i lodhur, i raskapitur, pothuajse i thyer. Po çfarë, Arben? Çfarë mund të ketë ndodhur? Motrat e mia nuk e kanë prekur asnjëherë me dorë. Është veç sjellja fjalët, ndonjë nënqeshje, një ironi e vogël. Po ato nuk janë arsye, jo për të vrapuar natën në përfshat, Arbeni ndaloi. Fytyra e tij ndryshoi, sikur e kishte mbajtur diçka brenda deri në atë moment. E di që se ke parë, por një ditë për darkë, ndërsa ishit në dhomë, mami jot i tha Alisës: "Ti mund të vish nga Amerika, por këtu ke rregullat tona. Po s'të pëlqenin, dera është e hapur." Mungul një therrje në stomak. Ajo e ka fshehur nga unë, përshpërita, po, sepse nuk donte të mërziste. Eca pa e para Arbenin mëtej. E gjithë bota më duke se rrotullohej. Kur arritëm te rruga e vjetër, pam në tokë shenja këpucësh të vogla. Jo shumë të qarta, por mjaftueshëm për të kuptuar që nuk ishin të dikujt që kishte kaluar me makinë. Ishin hapa njeriu që kishte ecur me ngut, ndoshta duke u penguar, i ndoqëm. Pas rreth 1 kilometri gjurmë zhdukeshin.
Por në anë të rrugës, një grua e moshuar që kishte dalë të shiste domate, na pa dhe na thiri. O djem, a kërkoni një vajzë? Nuse me flok të gjatë, unë nxitova drejt saj, po o zonjë, ishte këtu. Kur ajo fshiu duart në përparsen e bardhë. Po, kaloj këtu mbrëm. Ishte e acaruar. I thash bi do uj, por vetëm më shikoj dhe vazhdoj, nga shkoj. Pyeta poshtë drejt qytetit. Më dukej se mezi merrte frym. Më erdhi të ulesha në tokë, por duhej të vazhdoja. Në rrugën drejt qytetit, dielli po ngrihej dhe trafiku I parë filloi të shfaqej. Makinat e pakta kalonin me zhurmë. Unë ndihesha sikur çdo sekondë që po humbisja ishte një hap më shumë larg saj. Pastaj papritur të ura e vogël që çon drejt lagjes së vjetër. Një djalosh rreth 18 vjeç më thiri. O shoku, je ti që po kërkon atë vajzën? Unë ndala shpesh frymëmarrjen. Po e kërkoj. Ku është? Ai mu afrua dhe uli zërin. Unë e pash mbrëm. Ishte ulur në nur. Duke qarë, po rrinte me trupin mbledhur. Edhe unë I afrova t'i thoja nëse kishte nevojë për ndihmë, por ajo u ngrit menjëherë dhe iku drejt stacionit të autobusëve. Zëri I mu drodh. Kur, rreth orës 1:30 të natës, aty mu dridhen këmbët. Stacioni I autobusëve ishte vendi I fundit ku mund ta gjej dikë që donte të zhdukej. Kur mbërritëm atje, stacioni ishte plot me njerëz, makina, zhurma, autobus që niseshin për në Tiranë, Vlorë, Shkodër, Prishtinë, kudo. Kalova me sy çdo fytyrë, çdo stol, çdo cep. Asgjë, dola deri te zyra e biletave. Më falni. I thash punonjësit të lodhur. Një vajzë mbrëm flok të gjatë, trupi holl, sy të zinj, ishte shumë e trembur. A ka marrë ndonjë bilet? Ai rrotulloi regjistrin. Nuk kemi emra, vetëm numra vendesh. A e keni parë vet? Ai mendoi pak, ka pasur një vajzë që erdhi rreth 2 të natës. Por ajo nuk mori autobus. Vetëm pyeti për oraret, zemra më rasërish, dhe pastaj doli jashtë, tha ai. Dhe nuk u kthye, kjo ishte edhe më keq. Kjo do të thoshte se ajo nuk kishte ikur. Por edhe nuk ishte kthyer. Dalja jashtë ndërtesës ishte një rëmuj. Makina taksie, njerëz që mbanin valigje, zëra që bërtisnin, shitës me qese në duar, e ndacak që flinin në stola. Mund të kishte qenë kudo. Mund ta kishte marrë dikush. Mund të kishte humbur. Mund të kishte ndodhur çdo gjë. Por unë nuk dorëzohesha, I mora të gjitha taksit me radhë. A e ke parë këtë vajzë? Jo, e kam parë, tha më në fund një burr me kapele. Ishte me fustan të zinj, apo jo? Trupi mu drodh. Po, ajo është. Çfarë bëri? Më pyeti nëse ka ndonjë hotel që nuk është I shtrenjtë. Por ishte shumë e hutuar. Nuk I hyri makinës time. Vetëm pyeti dhe iku. Nga shkoj, në atë drejtim, tregoja I nga sheshi I vjetër. Aty nisi një tjetër pjesë e kërkimit. Sheshi I vjetër është një vend I frikshëm natën. Gra që shesin cigare, burra që shesin gjëra të çuditshme, fëmijë që kërkojnë monedha dhe hotelet më të lira dhe më të rrezikshme të qytetit. Nuk e duroja dot mendimin se Alisa mund të kishte hyrë në ndonjë prej atyre godinave plot aromë alkooli e drogë. Por nuk kisha zgjedhje. Duhej të gjeja çdo gjurmë, I pyeta të gjithë. Keni parë një vajzë të re të trembur që erdhi mbrëm? Një pronare hoteli bëri shenje. Erdhi një vajzë, por nuk u fut. Ishte shumë e stresuar. Vetëm rinte te dera dhe dëgjonte disa burra që zihen. U friksua dhe iku me vrap, dhe kështu filloi rrëshitja ime drejt një të vërtetë të frikshme. Alisa nuk po ikte nga shtëpia. Ajo po ikte nga njerëzit, nga vetmia, nga frika, nga dikush ose diçka që ndiqte brenda mendjes së saj. Rreth orës 18:00 të asaj dite të gjatë, kaluam te parku I madh I qytetit. Aty pashe diçka që mi dridhi gjunjët, një grua e pastreh që rinte gjithmonë në të njëjtin stol, po mbante një sen në dorë. Një cop letre me një vizatim, u afrova ngadalë. Më fal zonjë, çfarë keni aty? Ajo ngriti kokën. Një vajzë e bukur ma dha mbrëm, tha. Më tha mbaje këtë për mua. Dhe ma dha letrën, ishte vizatuar nga dora e Alisës, e njihja stilin e saj. Një shtëpi, një vajzë te dera, dhe mbi të një fjali e vetme. Unë nuk ja dal dot. Dhe poshtë një tjetër fjali. Më vjen keq që të lash. Mu ersuan syt nga lotët që s'mund t'i mbaja. Kjo nuk ishte një ikje e zakonshme. Kjo ishte një thirrje për shpëtim. Ose një lam të mirë. Dhe pikërisht aty në fund të letrës kishte edhe një adresë të shkruar me dorë. Hotel Arberia, dhoma 12, Pash Arbenin. Ai ngriti vetullat. Atë njo. Është hoteli I vjetër. Shumë I vjetër. Nuk shkon njeri atje, vetëm njerëz të humbur. Pa më thënë asgjë tjetër, rendëm drejt hotelit. Është rondit se kur e kupton se ajo që kërkon prej një dite të tërë ka qenë vetëm disa qindra metra larg. Godina ishte e shëmtuar 2 katëshe me fasadë të rëndë dhe me shkallë që kërcisnin sapo I shkelje.
Dritaret ishin të mjegulluara nga lagështia. Brenda dukej si një vend ku muret flasin dhe qarjet tregojnë histori të trishta. Shkova te recepcioni. Një burr I plaku rrinte duke parë televizorin. Dhoma 12, I thash. Ishte dikush mbrëm, ai ngriti supet, nuk mbaj mend. Shumë zhurmë ka këtu natën. A mund të ngjitem? Ngjitu, tha me një ton të plogësht, nxitova në katin e dytë. Çdo hap më dukej si shekull. Arbeni pas meje, pastaj dera rë 12. Gjuri më filloi të dridhej. U afrova, trokitja ime e parë nuk dha përgjigje, trokitja e dytë. Po ashtu, pastaj me zë të lutur. Alisa? Alisa, jam unë. Hape, të lutem një heshtje, një hap I largët, një frymarrje, një lëvizje në dysheme, sytë e Arbenit u zgjeruan. Dikush është brenda, pëshpëriti, po atë qast dera u hap paksa, jo shumë, sa një vit drite, dhe një sy I përhumbur I fryr nga lotët u shfaq pasaj sytë e Alisës I lodhur I tmerruar I thyer. Më lerehat, pëshpëriti ajo me zë që mezi dëgjohej. Alisa, thash me lot që më rridnin vetvetiu. Po të kërkoj që dje. Të lutem, hajde me mua. Eja në shtëpi. Eja aty ku jam unë, ajo uli kokën, jo. Ti nuk kupton. Unë nuk roj dot atje, pse? Çfarë ndodhi? Kush të bëri gjë? Ajo dridhi duart, dhe mu përgjigj me fjale që më shkatëruan fune krye. Nuk është ajo çfarë më bën, është ajo çfarë do I bëj vetes po u ktheva prap. Unë u drodha, çfarë thua, unë po humbas, tha. Po çmendem. Dhe nuk dua të çmendem përpara prindërve të tu. As përpara teje, dera u hap më shumë. Ajo ishte zbardhur, me sytë e fryr, me duar që I dridheshin, duhet të më lësh të iki, e preka dorën e saj, nuk të lë, e as nuk do të lë kur vetëm, të premtoj, por më duhet të di pse. Pse deri këtu, ajo mbylli sytë dhe më tha, sepse brenda asaj shtëpie çdo ditë, çdo natë më dukej sikur po më zhduknit. Kush, ajo hapi sytë ngadalë me një dhimbje që nuk e kisha parkur. Të gjithë. Edhe ti pa dashur, Alisa nuk e kuptove asnjëherë sa e vetmuar isha heshti. Frymarrja I këputej, pastaj shtoi. Por ka diçka tjetër, diçka që s'ta kam thënë kur. Dhe është arsyeja e vërtet pse I kam më pa drejt, syt I shkëlqenin nga tmeri. Dikush mbrëm më foli në obor. Dhe s'ka qenë as ti, as ndonjë nga familja jote, mu prefryma, kush, një zë. Një zë që më tha. Ik, për ndryshe këtu nuk del gjallë. E dridha kokën, kush? Kush e tha këtë? Ajo eci një hap mbrapa, nuk pash askënd, por e ndjeva që dikush ishte aty. Dikush që po më ndiqte prej ditësh. Dikush që s'do që unë të jem me ty në atë moment, dera u mbyll. Dhe unë e kuptova se historia jon nuk ishte thjesht një konflikt familjar. Ishte diçka tjetër, diçka më errët, diçka që priste të zbulohej. Nata kur linda iku nga shtëpia e prindërve të mi duke bërtitur, ishte kthyer tashmë në kujtim që më ngjante më shumë me një ëndër të keqe se sa me një ngjarje reale. Thirrjet e saj, hapa që përplaseshin në rrugicën e fshatit, fytyra e mamit të ngrirë, duart e babait që dridheshin, të gjitha më vinin ndërmend si fragmente filmit të coptuar. Por ajo që ndodhi pasi ajo iku, ishte ajo që ndryshoi jetën tonë përgjithmonë. 1. Letra që linda la pas nesërmen. Kur dielli ndriçoi sofrën e oborrit dhe era solli aromën e luleve të nënës, gjeta një letër të palosur poshtë jashtëkut ton. Emri im ishte shkruar keq, me dorë që kishte dridhur gjithë natën. E hapa me duar që më dridheshin. Nuk ika se nuk të dua, ika se këtu po humb frymën. Shtëpia jote më shikon si të huaj. Të dua, por nuk di të jetoj në këtë botë. Në fund të letrës kishte një rresht. Mos më kërko derisa të jem gati. Ai rresht më theu më shumë se ikja e saj. 2. Reagimi I prindërve të mi dhe fshatit mami ishte e lodhur, por e sinqert. Nuk e prisja që të trembej aq shumë, tha duke ulur kokën. Asnjë nuse s'ka ikur natën nga kjo shtëpi deri tani. Babai nuk foli fare. Vetëm dilte në obor, ndiste një cigare pas tjetrës dhe shikonte rrugën. Ndoshta shpresonte ta shihte të kthehej. Fshati u mbush me thashe theme. Amerikane, që të vjen në mend se do t'i pëlqente fshati? Këta të huajt nuk e durojnë jetën tonë. A do kthehet? Apo iku për gjithmonë? Unë mbyllesha në dhomë, pa I folur askujt. Ndihesha I tradhtuar, por më shumë I zbrazët. 3. Udhëtimi im drejt lindës pas 3 ditësh pa gjumë, vendosa të largohesha. E dija që ajo nuk ishte kthyer në Amerikë. Nuk kishte as parat dhe as dokumentet e plota me vete. Ajo duhet të ishte diku pranë. Kontrollova hotele, shtëpi miq, qytete afër. Dita u kthye në natë në ditë, pas një gjurmë. U ndjeva I lodhur, por nuk u dorëzova derisa mora një telefonat nga një numër privat. Mos kërko më. Jam mirë. Vetëm dua kohë.
Ishte zëri i saj, i lagësht, i dridhur, i friksuar, por jo i ftohtë. Ku je? I thash, nuk mund të kthehem atje. Te prindërit e mi. Jo te vetvetja. Pas kësaj linja u mbyll. 4. Ndarja që nuk u shpall kur zyrtarisht, ne ishim ende bashk. Askush se kishte thënë unë datë, por çdo ditë pa të ishte si një dëshmi e heshtur që martesa jon po shuhej ngadalë. Nëna më tha një mbrëmje. Ndoshta ju dy nuk jeni bërë për këtë jetë bashk. Unë ndjeva keq, por e kuptova. Frika e lindës nuk ishte thjesht frikë nga fshati, por nga jeta shqiptare, nga familja ime, nga ritmi, nga zakonet, nga muret që në sytë e saj dukeshin si kafaz. 5. Rikthimi i papritur i lindës pas 2 muajsh, ndërsa fillova të mësohesha me idenë se ajo mund të mos kthehej kurrë. Erdhi ditën që askush nuk e priste. Ishte mëngjes herët. Po haja bukë me çaj, i vetmuar në kuzhinë, dikush trokiti në derë, hapa. Pash një fytyrë të lodhur, sytë të qarë, flokët e lagur nga shiu. Linda, nuk mund të rri larg, më tha, kam frikë, por nuk mund të rri larg teje. Nuk fola. E përqafova. Ajo u thye në kraharorin tim si një copë qelçi e brisht. Por kthimi i saj nuk ishte fundi i dramës, ishte fillimi të vërtetave. 6. E vërteta e natës së aratisjes kur u ulëm vetëm në dhomë. Ajo nisi të fliste. Zëri i dridhej, nuk i ka nga prindërit e tu. U shtanga, i ka nga vetja ime. Nga faji. Nga e kaluara ime. E pash në sy. Ishte diçka që nuk më kishte treguar kurrë. Ajo vazhdoi. Në Amerikë kisha një jetë të vështirë. Nuk isha e përkryer. Kam bërë gabime. Kam qenë me njerëz të gabuar. Kam borxhe emocionale që më ndjekin. Unë u drodha. Nuk e prisja, mendova se ti s'do të më pranoje po ti dije këto. Dhe kur pash shtëpinë tuaj, ishte shumë e pastër, shumë e ndershme. Si të mos kisha vend aty. Ndjeva që çdo mur më gjykonte. Lotët i ranë në faqe, prandaj i ka atë natë. Më ra bota mbi kokë. Jo nga turpi, por nga dhimbja që ajo kishte mbajtur brenda. 7. Përballja me prindërit e Melinda donte të kërkonte falje. Nuk ishte detyruar, por ishte e nevojshme. Kur ulëm para tyre, mami foli e para. A nuk ishte më thjesht të na thoje se kishe frikë? Linda uli kokën. Kam jetuar në një botë ku njerëzit më kanë gjykuar gjithmonë. Nuk dija si të flisja. Babai, i cili zakonisht rinte i heshtur, foli me një zë të butë. Ne nuk të kërkojmë të jesh perfekte. Veç mos ik natën. Në atë moment, Linda filloi të qante. Dhe diçka u zbut mes nesh, jo gjithçka u rregullua me njëherë, por rruga u hap. 8. Vendimi më i rëndësishëm i jetës sonë pas javësh të vështira, vendosëm diçka. Do të largoheshim nga shtëpia e prindërve të mi, jo nga turpi, jo nga frika, por sepse kishim nevojë të ndërtonim botën tonë. Pa pasur hijet e askujt mbi ne. Gjetëm një shtëpi të vogël, pak kilometra larg fshati, me qira, me mure të zbehura, por me dritare ku hynte dielli i mëngjesit. Aty Linda filloi të qetësohej. Filloi të buzëqeshte. Filloi të besonte se mund të jetë vetvetja. Dhe unë fillova ta njoh nga e para. 9. Zemra ime u kthye aty ku duhej një natë, ndërsa ajo po flinte, e pash dhe mendova. Gjithë kjo histori nisi me frikë, por mund të përfundoj me forcë. Ajo nuk ishte perfekte, as unë, as prindërit e mi, as fshati. Por dashuria ishte më e fortë se natat e aratisjes dhe thirrjet në errësirë. 10. Epilogu a ndreqë martesën, po dhe jo, po, sepse mësuam të flasim, jo, sepse ende kishte plag. Por jeta është e gjatë, dashuria është e vështirë. Dhe kur dy njerëz duan të ndërtojnë, çdo natë e errët mund të shndërrohet në agim. Linda nuk vrapoi më kurrë natën, dhe unë nuk mbeta më kurrë vetëm në obor me syt drejt derës. Historia jonë nuk mbaron këtu, por ky është fundi i kapitullit të parë të një jete të re.